Shkollat do të me qenë neutral ndaj religioneve dhe feve. Është një gjë kruciale ose thelbësore për sa i përket edhe njënit prej nineve numrit 8 që është Republika e Kosovës, ku shteti i Kosovës duhet të jetë laik dhe neutral ndaj çështjeve fetare. Kështu që unë fillimisht ja uroj të gjithë besimtarëve agjerim sa më të lehtë, edhe mirë po institucionet publike, sidomos shkollat, duhet të jenë totalisht neutral. Në këtë aspekt mendoj që duhet diskutohet kjo prej personave kompetent që janë për me treguar është ky vendim në linjë me Kushtetutën e Kosovës, po të njëjtën kohë edhe me neutralitetin e feve, siç e kemi para të caktuar edhe me ligjin fal. Kështu që pra Kosova si shtet laik. Është shtet laik edhe nuk mendoj që duhet një religjon i caktuar me u favorizu as me orar mësimor, as me asnjë gjë tjetër. Ne kemi festa zyrtare që respektohen në aspektin ligjor, jo vetëm në shkolla, po në të gjitha institucionet e Kosovës janë ditë zyrtare që festohen çdo festë për secilin komunitet për mi respektuar, domethënë laicitetin e shtetit. Kështu që mendoj një vendim i tillë është pak i njanshëm. Edhe për këtë arsye mendoj që jo na si qytetar do të me diskutu këtë çështje, po do të me çulte avokati i popullit, edhe mandej me u rishërtu në aspektin ligjor se a është kushtetues apo jo kushtetues ky vendim.